Në Vlorë, vendet ku pensionistët e qytetit mund të kalojnë kohën janë me pikatore. Në qytet, në gjithse pjesa më e madhe banorëve janë në moshë të tretë, pa një mundësi se si të kalojnë kohën e lirë, mungojnë vendet ku ata të mblidhen dhe të luajnë letra, shah, domino e lojra të ndryshme. Në lulishtën e shkrimtarëve në zonën e Skelës, qëndrojnë me 10 pensionistë çdo ditë, të cilët siç tregojnë edhe vetë, në stola dhe tavolina të sajuara nga ata vetë. Për ta, është tepër e nevojshme të ketë një vend se ku të kalojnë kohën, por si shregojnë, pavarësisht se e kanë kërkuar shumë herë, sërish asgjë nuk është bërë. Ti bëre një pyetje që unë kam ja 2 vjetë që kam ngritur të probleme dhe kam ngritur me njerëz kompetent. Tani, mirë është që të ke kush edhe pensionistët, po këto që kam bërë unë këtu, i kam bërë në mënyrë humanitare, më shumë për humanishëm se sa për dhe u marrë dhe nga një lekë vetëm për goshe, gosha kushtoj dhe goshën dhe ato tjerat, edhe blosën këtu. Po mirë është që ashtu si që e bëm për shumë të lulishtje lartë, të ketë dhe këtu. Ashtu, në këtë lulishtje, mi me që se këtu ka problemet tjera se mund të prishet atë që tu si e kam, nuk e di po. Vetëm këtu ke stola e në 2-3 vendet tjera. Po për letra e për kështu ata që janë tifozën, po këtu për vend shlodhje për shembull lungomarrje, s'ke asgjë kundi. Po mirë mo, tavolina e ato janë diçka që improvizon se nuk parashikon dot se kush do mblidhet, kush do vej. Po problemi i stola duhet ketë, ja. Unë kam djalin në Fier, kënaqej në Fier, kudo që të vesh ke vende për të ulur, për të çlodhur. Ndërkohë, një prej pensionistëve ka nisur që prej muajsh të sajojnë me mbetje të ndryshme, ndrysor që gjen në qytet një vend të përshtatshëm për të kaluar kohën e tij të lirë me bashkëmoshatarët e tij. Ai tregon se këtë gjë e bën për shkak se në qytet mungojnë vendet ku pensionistët të qëndrojnë, duke u marrë çdo ditë që të krijojë një vend ku të qëndrojnë. Po ka punë nuk janë të plotësuara, plotësisht si thua ti. Unë ja, këtu ikim më poshtë, ja ku janë 2 minuta aty janë. Ati më poshtë, sajora vetë janë. Nuk ka, jo, s'ka, për mua nuk ka. Duhet ketë, duhet pa tjetër. Po duhet ketë, që të mos ketë. Po që neve plejt kemi me të rrëve, mirë jemi. Po gjithë gjiros këtu, bëjmë gjiro, bëjmë se hira, ikim. Po ja, këta vendet janë, se vendet tjera s'kame. Vjen, po. I kemi mirë këto që jam kemi, se vim gjithë këtu. Po, vedi kanë gjuar ja shetë, se pasi kush do i bëja dhe rrimë të kalojnë, atje lartë Shqipëre. Po s'janë shumë, këto janë për të shtatshëm, ata si ka këtu. Po i bëjmë boja këtu, neve jemi popull likë se i heqëm, i prishëm. Po i vestojnë sheti, po me këto merresh vesh. I heqëm këto ja, i heqëm këto dje, i hadhën poshtë. Sa kemi patur, në para. Shpesh është premtuar se do të ketë investime të cilat synojnë krijimin e vendeve se ku pensionistët të kalojnë kohën e tyre të lirë. Në vitet e fundit është investuar vetëm tek lulishtja e Kalit të Trojës, me disa tavolina që kanë qenë dhurat nga një bank e nivelit të dytë në qytet, dhe vetëm kaq. Investime këto që sigurisht nuk mjaftojnë.